Po bëjmë gati për shkuar te Indriti. Kemi lyerjen dhe trajtimin e radhës së flokëve që janë forcuar goxha. Më duhet të vesh me kopsa. Mamat që ushqejnë me gji më kuptojnë shumë mirë që duhet të jemi me kopsa. Edhe pse unë kur bëj dalje të cilat janë pak të sikletshme për ta ushqyer me gji, siç rasti i sotëm që do shkoj te Indriti dhe aromat e pakëndshme aty, sepse marr mamin me vete, më bëjnë që të marr qumësh me vete më mirë. Që do me thënë, unë e pompoj gjirin me pompën e momkozit dhe më pas e vendos në shishen e cila e ruan me temperaturën ideale qumshtin. Ja të regoj tani, sa të vendos pak një hidratantin me shishen këtu, e cila e ngroj qumshtin, ja. Dhe e mban në temperaturën ideale, që me sa diun është 37, po. E vendosni këtu brenda, qoftë për qumësh formul, qoftë për qumësh gjiri. Pra nëse ushqeni me formul, ju e mbushni me ujë, që ta mbani në temperaturën ideale që duhet të pipe bushi, dhe më pas e vendosni në biberon dhe i shtoni qumshin formul. Në rast se qumësh gjiri si puna ime, e pomponi me pompën e momkozit, e vendosni qumshtin këtu dhe pastaj kur duhet ja jepni bebushit, thjesht ka dhe siguresën këtu. E ushqeni, pra kjo është fantastike si për udhëtime, si për dalje në për qytet, është edhe shumë cute, më ta kapësh edhe te karroca, është fantastike fare. Tani me flokët kemi ecur mirë, edhe trajtimet që po më bëni Indriti po ma forcojnë akoma